5 muaj para zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, arena politike në vend është përqendruar në disa çështje të rëndësishme. Demokratët insistojnë se në zgjedhjet e 18 qershorit, qytetarët duhet të votojnë përmes sistemit elektronik, mes argumentave se përse Partia Demokratike kryeson garancinë për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Votimi elektronik shmang rreth 80% të problemeve që ne kemi, duke filluar që me votimet në emër të emigrantëve, që nga votimi familjar e shmang, që nga fotografimi votës, identifikimi biometrik i zgjedhësit realizohet nëpërmjet sistemit që ne kërkojmë, falsifikimi kartave identitetit, blerja e komisionerëve, po kështu shmang problemet në numërim që janë shumë të mëdha. Por në qoftë se KQZ dhe OSBE ODIR e kanë thënë qartë se për këto zgjedhje nuk ka kohë për votim elektronik. Ish-kreu i KQZ-s, Kristaj Çkume, thot të kundërtën. Në qoftë se me termin votim elektronik, ne do të kuptojmë përdorimin e mundësive që jep teknologjia e informacionit për të identifikuar zgjedhësin duke përdorur si informacion identifikues gjurmat e gishtit të tjera, ky është një proces lehtësisht i mundshëm për të realizuar, me një kusht që në regjistrin e shtetasve shqiptar, informacioni që ka të bëjë me gjurmën e gishtit të mund të administrohet si i tillë. Mjafton pas kësaja që të vendoset pajisja në qendrën e votimit dhe gjithçka e bëhet. Pro votimit elektronik duket se është rreshtuar edhe shoqëria civile, edhe pse eksperti Gerti Shella thotë se kjo nuk do të shmangte problemin e shitblerjes së votës. Pra çështja e vullnetit politik, makina elektronike, i vetmi përfitim nga ana tjetër do të ishte fitimi në kohën e numërimit. Çështja e numërimit të votës elektronikisht me makinë në këtë sistemin e mbyllur, pra jo me kompjuter që do të ishte shumë e komplikuar. Pra nuk do ta shmangte më mirë të them problemin e shitblerjes së votës. Por aleati kryesor në qeverisje, Lëvizja Socialiste për Integrim, në të gjithë këto debat të ngritur, duket se ka të tjera përparësi. Ne kemi paraqitur disa ndryshime që ne propozojmë. Fenomeni i cili i ka bërë pisë zgjedhjet shqiptare ka qenë trafikimi i shitblerjes e votës. Një fenomen i cili është ai që ka spikatur më së shumti edhe në mënyrë të veçantë mbas zgjedhjeve të 2013 së këtej për një arsye edhe themelore. Pasi formalisht votimi ka qenë pothuajse i pakontestuar. Kontestimet më të mëdha kanë ardhur për fenomenet e shitblerjes votave. Së dyti, mënyra e financimit dhe transparenca e financimit partive. Një ide të tjera që ne kemi hedhur ka qenë shpejtimi i procesit nëpërmjet ndryshimeve që ne i gjykojmë të mundshme. Njëri ka qenë për të rritur numrin e qendrave të numërimit, dhe së dyti për të hequr KQZ-n si një hallk ankimimi dhe për drejtuar drejtet përshëndetjen kolegjit zgjedhor. Sa kaq socialistët e kanë thënë qartë se 5 muajt e mbetur përpara zgjedhjeve nuk janë të mjaftueshëm për të realizuar votimin elektronik. Një vëmendje të madhe mori gjithashtu edhe vota e emigrantëve dhe sistemi përzgjedhës i ndarjes së mandateve.